këtë kohë. Po ashtu, lista e njerëzve të cilët pretendohet që janë kidnapu, janë maltretu e tjere në Prishtinë është shumë e vogël, janë vetëm 5 njerëz dhe pjesa më e madhe tyne janë sërbë, pra nuk lidhet me kundërshtar politik. Po që kjo është problemi esencial tjetër i cili neve na adreson këtë punë. Nëse aktakuza për këtë arsye, them që duhet më mbështet me prova dhe duhet me pas prova konkrete. Pra në rast se do të flisnim për një luftë kundërshtarëve politik, Haga do duhet të kishte prova shumë konkrete që, për shembull në Prishtinë, UÇK-ja ka vra kaq anëtar të LDK-s, ka burgos kaq anëtar të LDK-s, që nuk janë në prova të aktakuzës. Goditur një prej të themi të pavërtetave të mëdha, që është shyrë në publik, që kinë se këtu po gjykohen vrasit e pas luftës. Nuk janë vrasit e pas luftës, Haga përfundon mandatin në vitin 2000, premja është aty e bome, dhe ideja tjetër është që prokuria në punën e vetë hetimore ka tentu që tezat e aktakuzës me i mbështet, me prova rrethanore, me libra, me materialet të cilat gjatë përgatitjes së tyre nuk e kanë saktësinë të provuar. Po kjo është njëna prej problemeve tjera që prokuria